Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Qindra protestues marshuan në Tiranë duke kërkuar reforma të thella politike dhe ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama. Protesta e njohur tashmë si revolucioni i flamingove nisi kundër një projekti turistik në zonën e Zvërnecit, por është ndërruar në një lëvizje më të gjerë kundër sistemit politik. Protestat kundër qeverisë në Shqipëri po marrin për masa gjithnjë më të mëdha. Të martën, qindra qytetarë marshuan në rrugët e Tiranës duke kërkuar reforma të thella dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Demonstruesit thanë se kënaqësia e tyre nuk lidhet më vetëm me qeverinë, por edhe me opozitën dhe median, të cilat sipas tyre kanë dështuar të mbrojnë interesin publik. Lëvizja nisi disa javë më parë si kundërshtim ndaj një projekti të planifikuar turistik luksos në zonën në Zvërnec, një rajon i njohur për ekosistemin e tij të ndjeshëm, flamingot dhe zonat ku folëzojnë breshkat detare. Sipas protestuesve, projekti rrezikon mjedisin dhe pronat e komuniteteve lokale. Ata pretendojnë se zhvillime të tilla po favorizojnë interesat e investitorëve në kurrizë të banorëve. Me kalimin e ditëve, protesta ka zgjeruar kërkesat e saj. Tashmë, pjesëmarrësit kërkojnë jo vetëm anulimin e projektit, por edhe ndryshime të thella në mënyrën e qeverisjes së vendit. Disa protestues deklaruan se deri pak javë më parë ishte e vështirë të imagjinohej një mobilizim i tillë qytetar, por se pakënaqësitë e grumbulluara i kanë nxitur njerëzit të dalin nga kafenet dhe të protestojnë në rrugë. Protestat kanë hyrë në javën e tretë dhe janë pakëzuar nga vetë organizatorët si revolucioni i flamingove, një emër që simbolizon mbrojtjen e natyrës, por edhe kundërshtimin ndaj politikave që ata i konsiderojnë të padrejta. Deri tani nuk ka pasur reagim zyrtar për kërkesën e protestuesve për dorëheqjen e kryeministrit, ndërsa situata po ndiqet me interes të madh si brenda vendit, ashtu edhe jashtë Shqipërisë. Mbetet për tu parë nëse kjo lëvizje do të vazhdojë të zgjerohet dhe nëse do të ndikojë në debatin politik në vend në javët e ardhshme. Papa Leo XIV përshëndeti marrëveshjen paraprake mes SBA-s dhe Iranit për t'i dhënë fund konfliktit në lindjen e mesme, duke e cilësuar dialogun si rrugën e duhur drejt paqes. Ati i shenjtë shprehu shpresën se marrëveshja do t'i jap fund përfundimisht luftës dhe bëri thirrje për eliminimin e armëve bërthamore. Një mesazh i fortë në favor të paqes ka ardhur nga Vatikani, ku Papa Leo XIV ka përshëndetur marrëveshjen paraprake mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për t'i dhënë fund konfliktit që ka trazuar lindjen e mesme gjatë muajve të fundit. Duke folur para gazetarëve në rezidencën e tij verore në Castel Gandolfo, Papa tha se negociatat dhe dialogu janë gjithmonë më e mira se lufta, duke shprehur kënaqësinë për faktin se palët kanë arritur një memorandum mirëkuptimi që pritet të nënshkruhet zyrtarisht të premten. Ati i shenjtë deklaroi se ende mbeten disa çështje për t'u zgjidhur, por theksoi se këto duhet të trajtohen në tryezën e bisedimeve dhe jo përmes përshkallëzimit të konfliktit. Papa Leo shprehu shpresën që marrëveshja të sjellë fundin e të vërtetë të luftës dhe të krijojë kushtet për një paqe të qëndrueshme në rajon. Ai nënvizoi se komuniteti ndërkombëtar duhet të punojë për të mirën e të gjithë popujve dhe të gjejë zgjidhje për problemet ekonomike dhe sociale që janë përkeqësuar nga konfliktet. Një pjesë e rëndësishme e mesazhit të tij ishte edhe thirrja për eliminimin e armëve bërthamore, të cilat ai i konsideroi një kërcënim të vazhdueshëm për sigurinë globale. Deklaratat e Papës vijnë vetëm pak ditë pasi ai kishte kritikuar luftën mes SBA-s dhe Iranit, komente që kishin shkaktuar reagime nga presidenti amerikan Donald Trump. Megjithatë, me arritjen e marrëveshjes paraprake, kreu i Kishës Katolike ka zgjedhur të fokusohet te mundësia për paqe dhe stabilitet. Marrëveshja mes Washingtonit dhe Teheranit pritet të formalizohet në Gjenev gjatë kësaj jave, ndërsa bota ndjek me vëmendje nëse ky hap diplomatik do të shënojë vërtet fundin e konfliktit dhe fillimin e një periudhe të re dialogu në lindjen e mesme. Studiuesit në Toronto po raportojnë një rënje shqetësuese të numrit të zogjve shtektar, duke lidhur fenomenin me valet ekstreme të nxehtit dhe ndryshimet klimatike. Të dhënat tregojnë se temperaturat rekord kanë ndikuar si të mbijetesa e zogjve të vegjël, ashtu edhe te burimet e tyre ushqimore. Një nga destinacionet më të njohura për vëzhgimin e shpendëve në Kanada po përballet me një fenomen shqetësues. Studiuesit në Tony Thompson Park thonë se numri i zogjve shtektar që kalojnë nëpër Toronto ka rënë ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara. Parku, i vendosur përgjatë një prej korridoreve më të rëndësishme të migrimit të shpendëve në Amerikën e Veriut, tërheq çdo vit mijëra vizitorë dhe vëzhgues zogj.
por këtë sezon shumë prej tyre kanë vënë re diçka të pazakontë, më pak zogj dhe më pak këngë në natyrë. Sipas raportit vjetor të stacionit kërkimor të shpendëve në park, numri i zogjve të kapur dhe monitoruar gjatë pranverës dhe verës kanë rënë ndjeshëm në krahasim me mesatarët historike. Ekspertët e lidhin këtë rënje me motin ekstrem dhe ndryshimet klimatike. Vitin e kaluar, zona përjetoi një val të fortë të nxehti, me temperatura të ndjera që kaluan 40 gradë Celsius. Sipas studiuesve, temperaturat e larta kanë ndikuar drejt për drejt te folet e zogjve. Shumë zogj të vegjël nuk arritën të bijetonin ose të largoheshin me sukses nga folet e tyre për shkak të nxehtësisë së tepërt. Por problemi nuk kufizohet vetëm te zogjt. Shkencëtarët thonë se ndryshimet klimatike po ndikojnë edhe te cikli i insekteve, të cilat përbëjnë burimin kryesor të ushqimit për shumë specie shtektare. Me ngrohjen më të hershme të pranverës, kulmi i shumimit të insekteve nuk përkon më me periudhën kur zogjt mërrin gjatë migrimit. Si rezultat, shumë prej tyre përballen me mungesë ushqimi në momentet më kritike të ciklit të tyre jetësor. Ekspertët paralajmërojnë se nëse këto tendenca vazhdojnë, ndikimi mbi populatat e zogjve mund të bëhet edhe më i dukshëm në vitet e ardhshme. Për momentin, studiuesit vazhdojnë të monitorimin e situatës, ndërsa të dhënat e mbledhura në Toronto po shërbejnë si një tregues i qartë i ndikimit që ndryshimet klimatike kanë mbi ekosistemet dhe biodiversitetin në Amerikën e Veriut. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka folur hapur për jetën familjare gjatë luftës, duke pranuar se i mungon në roli i një babai të zakonshëm. Ai tha se shpesh shpërlotet kur jep urdhra në një luftë ku shumë prindër humbin fëmijët e tyre. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka dhënë një rrëfim të rrallë personal, duke folur jo vetëm si lider i vendit në luftë, por edhe si baba. Gjatë një interviste virtuale për Reuters, Zelensky u pyet për fëmijët e tij dhe për momentet që i kujton më shumë nga koha kur ata ishin më të vegjël. Me emocione, ai tha se një nga gjërat që i mungon më shumë është të jetë një baba i zakonshëm pranë familjes së tij. Zelensky, i cili ka 2 fëmijë, Oleksandra dhe Kirilo, tha se dashuria për ta mbetet një nga forcat që e mbajnë përpara në periudhën më të vështirë të jetës së tij. Duke folur për luftën me Rusinë, presidenti i Ukrainës pranoi se ka momente jashtëzakonisht të rënda emocionale, sidomos kur duhet të marrë vendime që prekin jetën e ushtarëve dhe familjeve të tyre. Ai tha se shpesh përlotet kur jep urdhra prindërve që kanë humbur fëmijët e tyre në front. Sipas Zelenskit, ai nuk e sheh veten si hero, por si burim frymëzimi sheh fëmijët e tij, ushtrinë ukrainase dhe popullin e Ukrainës. Deklaratat e tij vinë në një kohë kur lufta vazhdon të mbetet një nga krizat më të mëdha ndërkombëtare, ndërsa përpjekjet diplomatike për një zgjidhje vazhdojnë. Përtej rolit të tij politik, rrëfimi tregoi një anë më personale të liderit Ukrainas, një baba që përballet çdo ditë me peshën e vendimeve të luftës dhe pasojat e tyre njerëzore. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se marrëveshja e përkohshme me Iranin garanton që Teherani nuk do të zhvillojë armë bërthamore. Ai paralajmëroi pasojat e rënda nëse Irani shkel kushtet e marrëveshjes, ndërsa negociatat e detajuara pritet të nisin në Zvicër. Presidenti amerikan Donald Trump ka mbrojtur marrëveshjen e përkohshme me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit, duke theksuar se pika kryesore e saj është ndalimi i çdo përpjekjeje të Teheranit për të siguruar armë bërthamore. Duke folur në kuadër të samitit të G7-s në Francë, përpara takimit me emirin e Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani, Trump tha se dokumenti i marrëveshjes e përcakton qartë këtë kusht. Sipas presidentit amerikan, Irani nuk do të lejohet të prodhojë, blejë apo të ketë një armë bërthamore, duke paralajmëruar se shkelja e këtij detyrimi do të sillte pasoja të rënda. Trump tha se kjo çështje ka qenë arsyeja kryesore pse ai ka mbështetur dhe ka pranuar nënshkrimin e marrëveshjes. Memorandumi për 14 pikësh mes Washingtonit dhe Teheranit ende nuk është bërë publik, por zyrtarët amerikan dhe iranian pritet të takohen në Zvicër të premten për të nisur negociata më të hollësishme. Bisedimet do të hapen një periudhë 60 ditore diskutimesh teknike, ku pritet të trajtohen çështje komplekse si programi bërthamor i Iranit, pasurimi i uraniumit dhe mundësia e lehtësimit të sanksioneve. Marrëveshja shihet si një hap i rëndësishëm për uljen e tensioneve në linjën e mesme, por mbeten ende shumë pikpyetje mbi zbatimin praktik të saj dhe garancitë që do të kërkohen nga të dyja palët. Ndërsa negociatat përgatiten të fillojnë, komuniteti ndërkombëtar po ndjek me vëmendje nëse ky zhvillim do të sjellë një stabilizim afatgjat apo do të jetë vetëm një pauzë përkohshme në konfliktet e rajonit.
Futbollisti palestinez Fadi Al-Arawi po ndjek Kupën e Botës nga një stre në Khan Yunis, pasi lufta i ka shkatëruar shtëpinë dhe ka ndalur karrierën e tij sportive. Pavarësisht frikës dhe mungesës së kushteve bazë, tifozët në Gaza vazhdojnë të mblidhen për të parë ndeshjet e futbollit. Në mes të rënojave të Khan Yunis, një futbollist palestinez po përpiqet të ndjekë turneun më të madh të futbollit në botë, por jo nga një shtëpi, stadium apo ekran i madh. Fadi Al-Arawi, lojtar në Premier Ligën e Gazës, nuk ka mundur të luajë futboll që prej fillimit të luftës, kur aktivitetet sportive u pezulluan. Sot ai nuk ka më as shtëpinë ku diku ndiqte ndeshjet e Kupës së Botës. Me një laptop në duar, ai përpiqet të ndjekë transmetimin nga një dhomë e një shkolle të kthyer në një streh për palestinezët të zhvendosur. Por lidhja e internetit ndërpritet shpesh dhe mungesa e energjisë elektrike e bën edhe më të vështirë momentin. Në sfond dëgjohen dronët, një kujtesë e vazhdueshme e pasigurisë që shoqëron jetën e përditshme në Gaza. Megjithatë, pasioni për futbollin vazhdon. Në Gaza City, tifozët mblidhen në kafene për të parë ndeshjet, pavarësisht rrezikut. Pronarët kanë instaluar burime alternative energjie dhe bateri rezervë në mënyrë që ekranet të vazhdojnë të punojnë edhe gjatë natës. Tifozët thonë se frika është gjithmonë e pranishme, por dashuria për sportin i bashkon. Lufta ka prekur rënd edhe futbollin palestinez. Shumë fusha sportive dhe ambiente servitore janë dëmtuar, ndërsa shumë sportistë kanë humbur jetën gjatë konfliktit. Një nga stadiumet më të njohura në Gaza, Al Yarmouk, dikur ishte një vend ku mijëra tifozë mblidheshin për të ndjekur ndeshjet. Sot, sipas banorëve, fusha është kthyer në një kamp me tenda për familjet e zhvendosura. Për shumë palestinez, futbolli në këto kushte nuk është vetëm një lojë, është një mënyrë për të ruajtur normalitetin, kujtesën dhe shpresën, edhe në një realitet ku çdo ditë sjell pasiguri të reja. Një person u vra dhe një tjetër u plagos pas një sulmi me armë zjarri në një spital në Wilmington, Delaware. Policia vijon kërkimet për autorin, ndërsa ndërtesa u vu përkohësisht në izolim për sigurinë e pacientëve dhe stafit. Një ngjarje e rëndë ka tronditur një spital në Shtetet e Bashkuara, ku një person humbi jetën dhe një tjetër u plagos pas një sulmi me armë zjarri. Ngjarja ndodhi në spitalin Christiana Care në Wilmington, Delaware, ku policia u alarmua pas raportimeve për të shtëna brenda objektit. Shefi i policisë së Wilmingtonit, Wilfredo Campos, konfirmoi se efektivët gjetën 2 persona të plagosur nga armët e zjarrit. Njëri prej tyre ndërroi jetë si pasojë e plagëve, ndërsa gjendja e personit tjetër nuk është bërë publike. Autoritetet thanë se autori i dyshuar mbetet në arra tij dhe ekipet hetimore po punojnë për identifikimin dhe lokalizimin e tij. Pas sulmit, spitali u vendos përkohësisht në izolim, ndërsa forcat e sigurisë kontrolluan të gjithë ndërtesën për të siguruar se nuk kishte më rrezik për pacientët, mjekët dhe punonjësit. Më pas, bllokimi u hoq dhe policia nisi të largojë gradualisht nga zona, ndërsa hetimi vijon. Hetuesit po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë për të kuptuar se si personi i dyshuar arriti të largohej nga ndërtesa pas të shtënave. Në një konferencë për mediat, autoritetet lokale shprehen ngushëllime për familjet e viktimave dhe falenderuan stafin e spitalit dhe ekipet e emergjencës për reagimin e shpejtë. Kryebashkiaku i Wilmingtonit dhe guvernatori i Delaware kanë ofruar mbështetje për komunitetin dhe punonjësit e spitalit, ndërsa policia apelon për çdo informacion që mund të ndihmojë në kapjen e autorit. Hetimi mbetet aktiv dhe autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Disa familje italiane kanë nisur padinë e parë kolektive kundër TikTok dhe Meta, duke i akuzuar se algoritmet e tyre ekspozojnë të miturit ndaj përmbajtjeve të dëmshme. Nisma u shty nga prindër që kërkojnë mbrojtje më të fortë për fëmijët dhe më shumë përgjegjësi nga platformat digjitale. Një betejë ligjore që mund të ketë ndikim të madh në të ardhmen e rrjeteve sociale ka nisur në Itali. Një grup familjesh italiane kanë ngritur padinë e parë kolektive kundër TikTok dhe Meta, kompania që zotëron Facebook dhe Instagram, duke kërkuar masa më të forta për mbrojtjen e të miturve në internet. Në qendër të çështjes është historia tragjike e një vajze 12 vjeçare, e cila humbi jetën në vitin 2024. Prindrit e saj pretendojnë se gjatë muajve të fundit të jetës ajo ishte ekspozuar vazhdimisht ndaj përmbajtjeve me tema depresioni dhe vetlëndimi përmes algoritmeve të rrjeteve sociale. Nëna e saj, Irene Rogero Gues, thotë se familja kuptoi për masat e saj që vajza kishte parë në internet vetëm pasi arriti të zhbllokonte pajisjet e saj elektronike. Sipas padis, algoritmet e platformave favorizojnë përmbajtje që mund të krijojnë varësi dhe të ndikojnë negativisht tek përdoruesit e rinj,
duke i ekspozuar ata ndaj materialeve të rrezikshme. Nga ana tjetër, kompanitë mohojnë akuzat. TikTok dhe Meta deklarojnë se kanë mekanizma mbrojtës për të miturit, se heqin përmbajtjen e dëmshme dhe ofrojnë mjete kontrolli për prindrit. Megjithatë, familjet që mbështesin padin argumentojnë se këto masa nuk janë të mjaftueshme. Sipas tyre, është e pamundur që prindrit të monitorojnë aktivitetin online të fëmijëve gjatë gjithë kohës. Paditësit nuk kërkojnë domosdoshmërisht ndalimin e rrjeteve sociale për të rinjt, por krijimin e platformave më të sigurta dhe të përshtatura për moshat e reja. Rasti vjen në një kohë kur shumë vende po shqyrtojnë rregulla më të ashpra për përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët dhe adoleshentët. Ndërkohë, ekspertët e shëndetit mendor bëjnë thirrje për kujdes në nxjerrjen e përfundimeve të thjeshta, duke theksuar se problemet psikologjike të të rinjve kanë shumë faktorë ndikues dhe se dëgjimi i shqetësimeve të tyre mbetet po aq i rëndësishëm sa rregullimi i teknologjisë. Padia pritet të kthehet në një test të rëndësishëm për mënyrën se si rrjetet sociale do të mbajnë përgjegjësi për ndikimin e tyre te brezi i ri. Nxënësit britanik kanë reaguar me zhgënjim dhe skepticizëm pas vendimit për të ndalur rrjetet sociale për moshat nën 16 vjeç. Kryeministri Keir Starmer thotë se masat synojnë mbrojtjen e fëmijëve, por shumë të rinj kërkojnë kufizime dhe jo ndalim total. Një vendim i diskutueshëm në Britani ka ndezur debat të madh mes qeverisë, ekspertëve dhe të rinjve. Kryeministri Keir Starmer ka njoftuar se do të ndalojë përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeç dhe do të vendosë kufizime edhe për platformat e lojrave online dhe transmetimeve live. Lajmi ka shkaktuar reagime të ndryshme të nxënësit në një akademi në qytetin e Prestonit. Disa prej tyre thanë se një ndalim i plot mund të jetë i tepruar dhe se do të preferonin rregulla më të forta. Një nxënës tha me ironi se pa rrjetet sociale do t'i duhej të shikonte murin, duke treguar varësinë e madhe që shumë të rinj kanë krijuar ndaj telefonave dhe platformave online. Të tjerë argumentuan se aplikacionet mund të kontrollohen më mirë, për shembull, duke kufizuar kohën e përdorimit ose duke parandaluar kontaktet me persona të panjohur. Qeveria britanike thotë se masat janë të nevojshme për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet online dhe për t'u dhënë atyre më shumë kohë jashtë ekranit. Sipas planit, kufizimet do të prekin platforma të mëdha si TikTok, Snapchat dhe Instagram, si dhe disa shërbime lojrash ku fëmijët mund të komunikojnë me të panjohur. Megjithatë, ekspertët e teknologjisë kanë ngritur dyshime nëse një ndalim i përgjithshëm do të funksionojë në praktikë. Edhe vetë kryeministri Starmer ka pranuar se zbatimi i plotë i këtyre rregullave do të jetë i vështirë. Britania synon të shkojë më tej se vendet e tjera që kanë vendosur kufizime të ngjashme, duke përfshirë jo vetëm rrjetet sociale, por edhe disa platforma lojrash. Autoritetet thonë se synimi është krijimi i një mjedisi më të sigurt për fëmijët, ndërsa kundërshtarët e masës paralajmërojnë se një ndalim total mund të prek edhe anët pozitive të komunikimit online. Korea e Jugut ka vendosur të zhvendosë më pranë kufirit me Korenë e Veriut vijën që kufizon aksesin e civilëve, duke u dhënë më shumë liri banorëve të zonës. Qeveria thotë se vendimi reflekton përmirësimin e sigurisë kombëtare dhe nevojat e komuniteteve lokale. Një ndryshim i rëndësishëm po ndodh në zonën kufitare mes dy Koreve. Autoritetet e Koresë së Jugut kanë njoftuar se do të zhvendosin më pranë kufirit me Korenë e Veriut të ashtu quajturën vijë të komunikimit civil, duke reduktuar sipërfaqen ku hyrja e qytetarëve është e kufizuar. Ministri i Mbrojtjes i Koresë së Jugut, An Gyu-bak, deklaroi se vija do të lëvizë mesatarisht rreth 6 kilometra më afër kufirit, duke u mundësuar banorëve më shumë liri lëvizjeje dhe akses në tokat e tyre. Aktualisht, kjo vijë ndodhet deri në 10 kilometra në jug të vijës ushtarake të demarkacionit, kufiri që u vendos pas përfundimit të luftës në Kore. Për të hyrë në këtë zonë, kërkohet autorizimi i posaçëm nga ushtria. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 20.000 persona jetojnë brenda zonës së kufizuar, ndërsa shumë të tjerë hyjnë çdo ditë për të punuar në bujqësi ose aktivitete të tjera ekonomike. Autoritetet argumentojnë se rregullat e vjetra ushtarake ishin të përshtatshme për kushtet e dekadave të kaluara, por se realiteti i sotëm kërkon një qasje të re. Sipas ministrit, ushtria mund të ruajë gatishmërinë e saj edhe me më pak kufizime për popullsinë civile. Vendimi vjen në një periudhë kur qeveria liberale e presidentit Lee Jae-myung ka ndërmarrë disa hapa për të ulur tensionet me Korenë e Veriut dhe për të përmirësuar jetën e komuniteteve pranë kufirit. Megjithatë, marrëdhëniet mes dy vendeve mbeten të tensionuara. Korea e Veriut ka vazhduar retorikën e ashpër ndaj Jugut, pavarësisht përpjekjeve të Seulit për dialog. Për banorët e zonës kufitare, ky ndryshim shihet si një lehtësim i madh pas dekadash kufizimesh,
ndërsa për autoritetet është një sinjal se siguria dhe zhvillimi lokal mund të ecin paralelisht. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.